Për nxënësit që veç mësimit merren edhe me aktivitetet të tjera, komuna e Drenasit e nisi një projekt. Kjo po planifikon që secilit prej tyre t'ja ndajë nga një shujt ushqimi, përkatësisht nga një hamburger e një pije. Këta të cilët janë të aktivizuar në për projekte, si për shembull krusi vjeshtor, pranveror, që gjatë ditës ata kanë me qëndru në për vendet të ndryshme të aktivitetet dhe pajisim nga një hamburger dhe nga një pije freskus. Për nxënësit që merren edhe me aktivitetet të tjera jashtëmësimore, kjo ide u mirëprit. Bile këta përmendin edhe komunën e Prishtinës që nisi e para me dhënien e shujtës. Por për dallim nga Drenasi në kryeqytet, shujta u jepet të gjithë nxënësve të shkollave fillore të ulta, pa dallim nëse ata merren me aktivitete të tjera jo mësimore apo jo. Është mirë më na sponsoru edhe neve, sikur nxënësave të Prishtinës, se më si gjithë jemi barabartë, pse jo edhe neve. Idenë e komunës për shujt ushqimore e mirëpritën edhe në drejtorinë e shkollës fillore dhe të mesme të ultë Rasim Kiqina. Është e mirë se orë, si për arsimtar që punojnë me to, si për neve si staf udhëheq, po për vetë nxënësit, për arsye se kur zhvillojnë aktivitete, sidomos në kulturën fizike, shpenzojnë energji, kanë nevojë për ushqim. Në komunën e Drenasit bën me dije se tani më kanë lidhur një kontratë kornizë për 24 muajsh me një shumë prej rreth 17.000 euro me një operator ekonomik për furnizim me ushqim e pije.